diçka ditmarit. Para një jave... Silvinjës më mirë. Jo, për punën në logjikën e ditmarit. Si ja transmeton Bici si Nuçi luajti shumë mirë kundër Galatasaray. Ishte nga lojtarët më të mirë në fushë. Kështu që për ndeshjen me Andorrën mendoj, duke qenë domethënë që është lojtar i cili triblon mirë, njeh shumë mirë zonat boshe dhe mbi të gjitha merr edhe iniciativë, edhe mund të ishte pjesë të skuadrës. Kurse pjesa tjetër e Tucit, mendoj që mund të jetë... Tani Muçin e se ke pas lojtarët, i ka marrë vesh një, është vërtet ajo që... Nuk është se ka një... është vërtet ajo Zhuba? Mirë mes Muçit, ka kopër societet. Jo, dakord. Zhuba, ka një lajm... Duhet ndrojmë menaxherin e këtë vit. Turqit nuk bën pagesë për Muçin? Është vërtet kjo? Ka marrë vesh? Turqit të bëjnë pagesë për gjitha skuadrat që Muçi është formuar, duke filluar nga gjithë grup moshat, deri ke skuadra... Ta bën ty pagesën? Po dhe ne na kanë bërë, domethënë si shoqatje. Po këtu në Shqipëri ta kanë bërë? Po patjetër. Patjetër është me FIFA-n, nuk ka më pjesë me Federatën Shqiptare të Futbollit dhe me klubet. Sa Dinamo pa marrë, sa... Ajo është pjesë tjetër, pastaj është një vendim i formës Preri që ka vite që është kur kam qenë trajneri i Dinamos që nuk është ekzekutuar. Je dakord të Hoxha me këtë listë? Në vitin që pati sukses, që e pati të menjëhershëm, të papritur në surprizë gjithëve, Silvinjo vendosi disa kritere bazë, mbi të cilat ai bënte edhe grumbullimin e lojtarëve, bënte edhe formacionin, pati dhe sukses. Së pari, lojtarët që luanin, që kishin më shumë minutazh në skuadrat e tyre, lojtarët që ishin më në formë, dhe lojtarët që përshtateshin me grupin. Këto ishin 3 kriteret e tij. Tani, në qoftë se ti thret Nedim Bajramin që s'ka asnjë minutë te Rangersi, pavarësisht çfarë ka bërë, tek e ka bërë, ne lam gjitha cikallesh atje dhe i tham mirupafshim. E se morëm e Berishe, çajën ata si marrim. Pra, nëse ti ke vendosur veto kritere dhe mbi këto kritere ti ke patur sukses, ose gjej të rrugët se duhet të ndryshosh ti këto. Pra, nëse Anis Mehmeti e pampardi prap me Bristol City. Po luan, po shkëlqen, po shënon shumë nga të gjithë. Tani shumë mirë që ka marrë i ndritucin. Po pse mos e marrësh, i ndrit e kam dole, ha? Ndritucin, rregull. Pse të mos e marrësh, ka bërë një gol ai para javën e kaluar. Tani, pse se merr Anis Mehmetin? Championship nuk është një kampionat i zakonshëm. Është një kampionat i vështirësi shumë të lartë. Shumë fizik. Minimalisht është fizik dhe teknik brenda. Pra, në qoftë se Bajrami ka dështuar për shkak se bëri lëvizjen e gabuar. 7 gola tha, golshnuesi më i mirë, tha Silvinjo. Shkoi në një kampionat si kampionati skocez, që është kryesisht kampionat fizik. Ky është bashkë te kampionati fizik dhe ti do luash me Anglinë. Në qoftë se ka lojtar që mund të luajë me Anglinë, se është Anis Mehmeti. Po ky si ka mundsi? Drejt. Pra, çfarë është prap si ka mundsi? Vazhdon pyetje. Ja, po e ka bërë sqarimin. Jo, nëse ti do bësh kështu, s'ka bërë, ai ka bërë sqarimin. Ai ka thënë, mund të ke bërë justifikimin, jo se ka bërë kaçula nana me lagoj. Ai ka thënë që un kam vajtur e kam parë dhe atje dhe në rolin ku ai ka thënë ndro menaxheri. Jo. Ka, çfarë po ta them unë? Tani ta bëjmë. Po ndroj menaxherin ai do lut. Ta bëjmë bashkëpizetimin. Nuk është tjetër bashkëpizetim, po t'jap argumente. Tani fillojmë ashtu, një sekond Nikol. Gjë njëherë. Themi stop dhe se nuk dëgjon njëri. Ja ta thot çik Nikola, të lutem. Silvinjo del me këtë deklaratë. Nuk është ende momenti që të marrim lojtarët që luajnë 100%. Bajrami më jep besim kur del në fushë. Për ne është zoti Bajrami me 7 gola, më pas vjen Asani me 6 dhe Manaj me 4. Andorra është ekip që nuk dorëzohet. Unë dhe lojtarët e dim që nuk është një ndeshje e vështirë, luajmë me zemër dhe shpirt, nuk do të jetë e thjeshtë për të fituar. Kriteri ynë ka qenë gjithmonë i tillë. Ne nuk grumbullojmë një lojtar i cili luan 10 ndeshje me Real Madridin apo se nuk luan me ekipin e tij. Vjen sepse ne na intereson dhe e shohim se si përgjigjet në fushë. Këtë e ka ndryshuar tani. Herën e parë, kur të gjithë ju sulën dhe i tham, pse merr Yasir Hasanin, që se kishte marrë ndonjëherë, ai u ktheu përgjigje tha, po marr këtë se ky po luan dhe po shënon. Dhe ai na çoi atje. Ai Yasiri. Tani Yasiri edhe pse luan, edhe pse po shënon, vjet shkoi deri në teçet Kupës Kampionëve të Azisë. Hasani. Ku është Hasani? E fusi më në Hasanin? Jo. Pra, në qoftë se ti je i ndershëm si trajner dhe vendos disa rregulla strikt, për marr për shembull trajnerin e Kosovës, i ka strikt ai Foda. Dhe mbi ato, edhe pse i mungon yjet, ai po rrezikon të shkojë direkt. Nëse ai fiton me Sloveninë, Kosova shkoi direkt. E ka ndeshje me Zvicrën, e zgjidh direkt. Pra, ne po kërkojmë që ai të respektojë rregullat që ka dhënë vet. Për shembull, ti tregon listën. Okej, mua Klisman Cake më duket shumë e vend. Edhe më para duhet ta kishim thirrur. Po luan shumë mirë te Shkëndija, po luan në Kupën e Evropës, po Nazmi Grifshim, pse se marrin ne?
Ka shnu 15 gola këtë vit. E mori, se mori prapa. Se kuptova këtë? E prapa, a ma shpegon. Si ta shpjegoj, ku punoj tjetër. Se nuk është Qa ka marrë tjetër, ose qa duhet merte. Ma mëntit në qershor doli dhe kampion, fitoj dhe kupën e Kroacisë. Lindon Selaj. Ma më që ku ka lujtë Selaj me ne? Pra kemi provuar, se bare zhvjen më, kemi pas bare në atje. Zhvjen më. Atje, pëse si apë, morëm Julian Shehu shumë mirë. Po se merë dhe këto ti? Po uzunën që e fut tani. Për ta parë? Po uzunën që e fut tani. Ta tha Landi pak më parë. Që? Ta tha... Ndroj managerin. Ndroj managerin, pëse kjo është... Sepse uzunit i takonte më për para të lunte dhe do bënte prap të njëjtën lojë. Tani me Andorën, duhet ta fusi uzurin? Tani, më falë. Duhet ta fusi apo jo? Shto informacioni më Altin. Me Andorën, ne kemi problematik tjetër. Ka 4 ndeshje që fiton skuadra. Si do të shoj informacioni? Por nuk bëhet çu analizë. Ti mbrojtës me Serbinë, vëlla. Po nuk bëhet çu analizë si shpoj. Fitova me Serbinë. Fitova me Serbinë ndeshje më. Kundërshtari me kundërshtari ndryshon. Ai ishte vet ju zoti Fuçi. Le më çai ishte. Që ai djali dha maksimumin gjatë rrugës. Po tani, po meriton të luajmë. O Altin. Jo uzuni, nuk po them për uzunin. Po them skema, ma do ketë me lojtarë. Ja, për shtatë bazë kundërshtarit që ka para.